A kemi një kryeministër idiot apo jemi një popull idiot? Kjo është pyetja që shpesh rrotullohet në mendjen e shumë shqiptarëve, por rrallë dikush ka guximin ta thotë hapur. Kur një vend drejtohet prej vitesh nga i njëjti njeri, kur skandalet zbulohen njëri pas tjetrit, kur korrupsioni bëhet normë dhe padrejtësia sistem, është e natyrshme të pyesësh, fajin e ka vetëm kryeministri apo fajin e kemi edhe ne? Populli që e pranojmë këtë realitet pa rezistencë? Kryeministri idiot. Një lider që mban pushtetin për vite të tëra, duke e përdorur më shumë për pasurimin personal dhe të oborrit të tij sesa për zhvillimin e vendit, padyshim që është i paaftë për të udhëhequr një shoqëri drejt progresit. Kur një kryeministër sheh shtetin si pronën e tij private, qytetarët si shërbëtor dhe institucionet si lodra për t'u manipuluar, ai nuk është më një drejtues, por një pengesë e madhe. Idiotësia e tij shfaqet në çdo vendim të gabuar, në çdo premtim të pambajtur, në çdo projekt të fryrë me korrupsion. Populli idiot. Por nga ana tjetër, një popull që sheh, dëgjon, vuan dhe përsëri hesht, e mban të njëjtin njeri në pushtet për dekada, a nuk është edhe ai vetë pjesë e problemit? Heshtja është pajtim. Mosveprimi është bashkëfajësi. Nëse populli pranon të shitet për një thes miell, një vend pune fiktive apo një koncert boshe premtimesh, atëherë nuk mund të quhet thjesht viktim. Populli bëhet pjesë e asaj që e shkatëron. Pyetja e madhe. Pra, kush është më idiot? Ai që na sundon, apo ne që pranojmë të sundohemi? Historia ka treguar se asnjë diktator, asnjë autokrat, asnjë qeveri e korruptuar nuk qëndron gjatë nëse populli nuk e toleron. Forca e qytetarëve është gjithmonë më e madhe se arroganca e një pushtetari, por kjo forcë duhet të zgjohet. Përfundimi. Në fund, përgjigjja është e hidhur, kemi të dyja. Një kryeministër që sillet si i paprekshëm dhe një popull që e ushqen me heshtje, frikë dhe apati. Dhe kjo është receta perfekte për katastrofën. Ndaj, pyetja e vërtet nuk është më kush është idioti, por a do të vazhdojmë të sillemi si të tillë, apo do të zgjohemi për ta ndryshuar realitetin?